Kryesocialisti Edi Rama, i cili e ka zhvilluar bashkëbizedimin e përjavshëm me gazetarët, vetëm pak minuta pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendimin për arkivimin e listave të zgjedhësve në Arkivin e Shtetit si materiali klasifikuar, e ka cilësuar vendimin juridikisht të pavlefshëm. Në kod kemi shkruar bashkarisht se pa firmën e përfaqësuesit të opozitës në KQZ, zëvendës kryetarit KQZ-s, çdo akt i KQZ-s që mban vetëm firmën e kryetarit është i pavlefshëm. Nëse dhe ky akt final i vetë demaskimit Saliut, si kusar votash, hyn forcërisht në fuqi, jo vetëm prania e opozitës në KQZ-n e dhënuar nga një lolo i Saliut, humbet çdo kuptim, por dhe veprimi opozitar merr një përmas më të kushëzuar nga pesha e dhunës së palishme qeveritare. Duke akuzuar kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se është një vegël në duart e kryeministrit, Rama u shpreh i vendosur se asgjë, qoftë dhe ky vendim i KQZ-s, nuk mund të ndalë opozitën të këmbgul për transparencën e zgjedhjeve. Ta harroj Saliu, ta harrojnë të gjithë kushdo qofshin, se kjo opozitë tërhiqet nga kërkesa dhe e drejta e saj për të realizuar transparencën. Në të parën dalje përpara gazetarëve për këtë vit të ri, kryesocialisti deklaroi se në krye të agjendës së opozitës do të vijojë të qëndrojë përpjekja për të arritur zgjedhjet e parakohshme si dhe protestat popullore. Duhet ta bëj shumë të qartë që ne flasim për zgjedhje dhe me këtë kuptojmë të gjitha përpjekjet për ta çuar vendin në zgjedhje parakohshme, sepse vetëm zgjedhje parakohshme dhe një mirë kuptim i detyruar me garanci detyruese për palët për mënyrën e realizimit të zgjedhjeve është dalja reale nga kriza. Sa i takon marrëdhënies me parlamentin, kryesocialisti theksoi se do të jetë e njëjta, një marrëdhënie e kushtëzuar totalisht, ku socialistët nuk do të votojnë asnjë draft të sjellë nga kjo mazhorancë.